Teksa zgjedhjet parlamentare të 11 majit po afrojnë, kryeministri Edi Rama pritet të mbledhë të premten kabinetin qeveritar dhe kryesinë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Takimi do të jetë informal, ndërsa në mbledhje socialistët do të diskutojnë për projektet në zhvillim, si dhe do të bëjnë një analizë të punës të bërë nga kabineti qeveritar. Takimi dy ditor përkon edhe me afrimin e datës 12 mars, afat për depozitimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të listave të kandidatëve për deputet. Përgjegjësinë për hartimin e listës e kanë drejtuesit politik në qarqe, të cilët më pas do ta paraqesin atë në kryesi, nga ku do të dalin edhe listat përfundimtare. Për 2 ditë me radhë në datat 7 dhe 8 mars, kryeministri Edi Rama do të mbledh ministrat, kryesinë e grupit dhe drejtuesit politik në vilën qeveritare në Tiranë. Në fokus të mbledhjeve do të jenë zgjedhjet, si dhe analiza e punës së qeverisë dhe mazhorancës deri më tani. Pas përfundimit të regjistrimit të emigrantëve, në datën 4 mars, socialistët do të hyjnë në një proces tjetër, që është bindja e emigrantëve të regjistruar për të votuar. Përpos diasporës, socialistët duhet të mbyllin edhe listat e kandidatëve për 12 qarqe, listën e mbyllur dhe atë të hapur, e cila duhet dorëzohet brenda 12 marsit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Miratimin përfundimtar të ekipit, socialistët për zgjedhjet e 11 majit do ta vulosin në kryesinë e saj, ndërsa ethet kanë përfshirë thuajse të gjithë, por drithërimat e emrave nuk do të zgjasin edhe shumë. Pritet që ndoshta javën që vjen të dalin emrat e kandidatëve, por gjithsesi deri në daljen e tymit të bardhë nga Selia Roz në Tiranë, do duhet edhe pak vuajtje dhe mundim për ata që aspirojnë për të bërë nesër deputet.